Falenderojmë Allahun te bareke ve teala, paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala, të gjitha qofshin për pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Lagni gjuhët e juaja vllazën me salate dhe selame për Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Në ajetet të cilat u lexohen në rekatin e parë, Allahu te bareke ve teala thot: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ardu u'iddat lil-muttaqin." Vraponi pas faljes të Allahu xhallahu ala. O ju vllazën, Allahu xhallahu ala e ka nxjerrë në treg faljen e vet. Falja Allahu te bareke ve teala ka afat. Kush e arije ta kapën atë, fiton me fitoren e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu xhallahu ala e falën robin, pra ja pranon faljen dhe pendimin ma lem yugharghir, derisa s'ka arrit shpirti në gargara. Në momentin që të vjen shpirti në agoninë e vdekjes, përfundon falja Allahu xhallahu ala ndaj këtij njeriu, pra në qoftë se vdes në shirk, Allah i na rujt. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu te bareke ve teala e pranon teuben e njerëzve derisa s'ka lind diellin nga perëndimi. Atë ditë që do të vjen dita që të lindën dielli nga perëndimi, përfundon ma pranimi i teubes për njerëzit deri në ditën e mahsherit të madh. Andaj Allahu xhallahu ala derisa na ka dhënë afat, derisa ende shpirti ndonjërit prej nesh nuk ka ardhur në agoni, thot Allahu: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum", vraponi pas maghfiretit të Allahut azza wa jall. Dhe pasha madhërinë e Allahut, betohemi në madhërinë e Zotit xhallahu ala. Nuk kemi ardhur sot në këtë sabah vetëm për ta dëshmuar falje dhe mëshirën e Allahu xhallahu ala. Vazhdon Allahu xhallahu ala dhe thot: "Wa jannatin 'arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin", dhe vraponi pas një xheneti, gjerësia e të cilit është saqijet edhe toka, e përgatitur për të devotshmit. La ilaha illallah. Andaj transmetohet nga dikush prej të parëve ton radhiyallahu ta'ala anhum, që kur e lexonte këtë ajet natën qante radhiyallahu an. Dhe dikush prej të afërmve i tha: "O filan, pse je duke qajt në një ajet që është shpresdhënës, ku Allahu thot vraponi pas magfiretit të Allahut, vraponi pas xhennetit të Allahut?" Tha: "Wallahi qaj mirë për këmbët e mia, për një xhennet gjerësie të cilit saqijet edhe toka, dhe këmbët e mia nuk kanë vend në atë." O vëllazën, Allahu te bareke ve teala i ka hap dyert e teubes, edhe të faljes dhe të mëshirës, më shumë se sa janë të mëdhaja dyert mes qiellit edhe tokës. Thot Allahu xhallahu ala: "Wa rahmeti wasi'at kull shay", dhe mëshira ime ka kapluar gjithçka. Andaj ishte për duave dhe lutjeve të parëve ton radhiyallahu ta'ala anhum: "Ya man rahmetuhu wasi'at kull shay", o ti që mëshira yte ka kapluar gjithçka, le të kaplon mëshira yte dhe mëkatet dhe gjunahet e mia, ya rabbel alamin. Po ju vllazit e mi, Allahu te bareke ve teala në shumë ajete kuranore na nxitën për vrapim në mejdanin e faljes dhe mëshirës dhe në xhenetit të Allahu te bareke ve teala. Allahu subhanahu wa taala kur i lavdëron pejgamberët e Allahut, prej tyre Ismailin edhe Ishakun alayhi salatu wasalam, thot: "Innahum kanu yusari'un fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in." Ata, pra Ismaili dhe Ishaku dhe të tjerët prej pejgamberëve të Allahut, prej tipareve të tyre, prej cilësive të tyre ishte kanu yusari'un ila al-khairat, ata vraponin pas punëve të hajrit. Nuk e gjenin një punë të hajrit që e din se kënaqet Allahu te bareke ve teala me të, vetëm se të dishohish të parët në atë rrugë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë kontekst e vllazën thonte: "Badiru bil a'mali sab'an", vraponi me pas punëve të hajrit para se të vinë shtatshja e cila është preokupuese. A mos vallë ndonjëri për jush e pret sëmundjen që ta preokupon? A mos vallë ndonjëri për jush e pret fukarallokun që ta preokupon? Apo mos ndoshta dikush e pret pasurinë e cila ta preokupon? A mos vallë ndoshta ndonjëri për nesh ju vëllezërit e mi e pret dejallin, fa sharru ghaibin yuntadhar, ahin për ne çfarë sherri i madh është duke na prit.
Ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër thonte: "Badiru bil a'mali fitanan ka qita' al-layl mudhlim", vraponi pas punëve të hajrit para se të vinë disa fitne të mëdha, si copat e errësirës të natës, saqë njeriu do të zgjohet në mëngjes si besimtar, do të arrijë mbrëmja si pa besimtar, apo do të arrijë mbrëmja si besimtar, do të zgjohet në agimin e mëngjesit si pa besimtar. Pra do të vjen një kohë ju vëllazën, aq shumë do të ndryshojnë çështjet, saqë njerëzit do ndryshojnë brenda natës edhe ditës, Allahu na ruaj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na thot, para se të vijë ajo ditë që të vinë këto ndryshime të mëdha, punoni për punë të hajrit. O vëllazën, në qoftë se e dish se dera e xhamisë të Allahu xhallahu ala është e hapur mes akşambit edhe yatsis, shfrytëzoje beatkon në ibadet dhe në adhurim. Në qoftë se e dish se dikush për koqive të tu ka nevojë për diçka, qoftë për pasuri apo për ndihmë, ndihmoje beat. O vëllahu im, në qoftë se është një e enjte dhe në ditët e shkurtra dhe afrohet muji Ramazanit, shansa dhe mundësia për ta agjëro vëlla. Në qoftë se ke mundësi për ta lexuar një faqe Kur'an brenda ditës edhe natë, lexoje vëlla. Të vjen dita sa ne lexojsh. Pashallahu të vjen dita, më e fundit është agonia e vdekjes. Valla njeriu në agoninë e vdekjes edhe frimarjen e merr me vështirësitë më të mëdha. Njeriu në atë moment edhe gëzimin se ne shfaqen, edhe hidhërimin se ne shfaqen, vetëm e porulën kokën dhe e pres melekun e vdekjes. Pra çdo derë prej dyrëve të hajrit që ne i ka mësuar Allahu xhallahu ala në librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në sunetin e tij, mundësia dhe shansa është për ta. Të ka thënë Allahu xhallahu ala pasuri, je prej hajrit që të ka thënë Allahu xhallahu ala, para se të vijë dita të preokupohesh. Pra ju vëllezër e mi, këto shansa dhe këto mundësie që ne i ka dhënë Allahu, veçanërisht në zemanin dhe në kohën tonë, vallahi bile ndoshta në shumë për kohrave të lashta nuk i kanë pas njerëzit. Andaj lutem Allahun xhallahu ala që të jemi të tillë, që në çdo punë për dyrëve të hajrit, që ne i ka hap Allahu xhallahu ala për ta fituar rahmetin e tij. Lutem Allahun xhallahu ala që të jemi për të parëve që vrapojnë në të, e të marrim shpërblime dhe sevape ditën kur do dalim para Allahu xhallahu ala. Pe vepra o vëllazër që na kanë nxit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për të vrapuar në të është namazi xumas. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot, kush vjen në orarin e parë në ditën e xumë, fa ka'annama qarraba badana, është si me bë kurban një prej kafshëve më të mëdha që është kau. Kush vjen në sahatin e dytë, pra vjen i dyti në xhami, ditën e xumë, është si me bë një kurban një deve. Megjithëse mos sa savap është ta bësh kurban një deve. Kush vjen në orarin e tretë, pra kush vjen i treti në xhami, prej namazfalësve në ditën e xumë, e ka shpërblimin si me bë kurban një lop. Kush vjen në sahatin e katër, pra vjen i katërti në xhami, është si me bë kurban një dele. Kush vjen në sahatin e pestë, është si me bë kurban një pul. Pra të gjitha këto hadithet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju vëllazën është nxitje, vrapobe, merresh shpërblimin dhe sevapin. Apo mos ndoshta vëllazë kemi dyshim në fjalët e Resulullahit alayhi salatu wasalam. Vallahi që ta bën njeriu kurban një lop, që ta bën njeriu kurban një dele, para asaj një deve, vallahi shpërblimi dhe sevapi është shumë i madh. E fiton njeriu vetëm që të vjen i pari në xhami ditën e xumë. Dhe në shumë prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nxitja është kush është i pari. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, njeriu më i afër me Allahun në ditën e Kiametit është ai i cili është më afër imamit tek hutbeja në ditën e xumë, apo që është më afër imamit në safe çdo herë. Pra, nxitja për punë të hajrit është i pari. Lutem Allahun xhallahu ala që na shton dinën dhe imanin në kuptimin e Islamit ya rabbel alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.